tani, mbas 6 vjetë që e ka të hipotekuar shtëpi, del tani, i zotit tokës, me marifete dhe me palaçollëqe të gjykatave dhe të avokatëve tanë, dhe i thot, dhe një XY dhe i thot, kjo është toka ime, i thot, dhe do ma shtëpia është ime, se ke bërë në tokën time. Or zotëri, unë të shtëpi e kam bler nga ndërtuesi. Dhe ndërtuesi më duke se ishte në burka i ndërtuesi. Se i lejon vetë shteti edhe trajtojnë problemin e hajdutit e quajnë një gjë normale, është mbi vendosje, thot. Nga e mbi vendosja, more zotëri të saj të hipotekës. More hajdut, ju hajdut të hipotekave, ju po i bëni njerëzit që të hanë njëri tjetërin. Dhe ju mbajnë në mend do përgjigjen një rëndë dhe shumë rëndë bile do përgjigjen për këtë bëni. Sepse akoma shqiptarëve s'u ka vajtur, s'u ka dhënë trurit që të vinë të azësojnë fizikisht. Që kjo mbi vendosje, qa ratën me të kështu, apo ra ka t'i dytë me të parin. Kjo që të mbi vendosje. Po e më do ati e mire e pati ma ke shitur mua, më ke dhënë dokument pronësie, edhe tani më thua mua, është deli zotit tokë se të e kanë marrën, thosë është toka ime. E kuptos po bëhet këtu, drejtësia është, po drejtësia solli dhe situatën këtu, në fakt janë të lidhur asë gjirë. Baba Kalua, drejtësia, policia, këto ku jemi, hajdu të lopu. Pra ka shitur 2 herë një apartament 2 personave ose më shumë? Ai ndërtuesi ja ka shitur kësaj dhe kjo ka marrë fletën atë, se i kishte edhe bashkëshortin atëherë, ja ka shitur këtij çifti dhe këta e blen shtëpinë, e hipotekuan, kanë dokumentin e atë certifikatin e pronësisë, janë në rregull. Pas ka dalë dikush tjetër tani ka bërë një gjyq në fshehtësi të këtyre pa ditur gjifare këta dhe thotë kjo është ndërtuar në tokën time dhe është prona ime. Ma ka dhënë mua thotë tregtari. Tregtari ishte në burg dhe tani duan të nxjerrin këtë grua nga shtëpia e vet për marrimin në shtëpi që ta nxjerrin nga shtëpia. Çan këto që bëhen more. A do ketë i dorë more, do ke e merr telefon ministrit e drejtësisë atë mi e kërcjapin ajo qytetarja dhe se përgjigjet fare ai i dosi 184. Tjetër hajdut edhe bandit ai. Që ka marrë në dorë Ministri e Drejtësisë. Si më thua mua s'mi vendosë, nga që u mbi vendosë, se me këtë termi mbi vendosë është gjysmë bejblorës. Më në mos më shumë. Saranda, Ksamili, Fieri, janë me Shkodra, Leza, janë me mbi vendosje, që janë këto mbi vendosje, më në kushindori, të shkë termi. Gjeni origjinë në zotërisë, me të zyrë, që nga në dhe dyshi, deri në 2025 është Thanas Thanas Vasil kot në kot po fus një emër. Atere ndiqi personat që kanë qenë me radhë, kush ka adhur firmat, thiri aty, qoj të vëndi, futi brënda në qeli, të mendojnë njerë mirë, të kujtojnë që kanë bërë, si kanë bërë, të tregojnë çfarë kanë bërë dhe të heqin shërri nga qytetarë se po është hipoteka që i bërë shqiptarët të vrasin njëri tjetërin. Se a i të ka mund, që kjo të ka mund, hëti gjithë këse ka. Nduke se po shkon për ta mbyllur avokat, po shkon drejt asaj që keni thënë ju, po shpërthen në jug. Edhe jo vetë. Këtë e kam thënë me kohë dhe i qëndroj kësaj që jo vetëm në jug, do shpërthej për të shpërthyer. Por prandaj them inshallah do zoti dhe fillojnë arrestimet deri në datën 15, se kryerja e arrestimeve stopon gjithçka. Të gjitha ata pasaj që kanë bërë pislëqe, o do i keni shtetit si minti haleve, më falë për shprehjen, ndjes qytetarëve, ose do vënë në burg. Kërkoj nga strukturat e shtetit që të mbyllin kufit për këta njerëz. A që i dojë situata? Po. Po do ikin ata se kanë bërë krime, kanë vjedhur. Zotëri dhe njerë më thuaj, ç'është termi mbi vendosje? Ti e kupton dot me mendjen tënde? Me këtë fenomen avokat jam përballur disa herë në kronika, por edhe qytetarë që kanë denoncuar. Është biznesmenë që u ashesin më shumë se një personi, 2, 3, edhe fund fare lufta është midis tyre. Ai vazhdon jetën. Pra, çfarë është kjo? Është eksaktësisht politika dhe legjislacioni serb i montuar këtu në Shqipëri që shqiptarët të vrasin njëri tjetrin. Është bërë me qëllim, nuk është pa qëllim ajo mbi vendosja. E ka një tërë fjallë, mos e, ka një mbi vendosje. Mbi vendosje
nga doli. Ku çfarë ndodhi? Kush e bëri këtë bivendosje? Është një në punë shteti që ka edhe firmën aty. Por problemi është që njerëzit që merren me kontrollin e këtyre punëve janë të tërë të partive, qoftë njerëz qoftë tjetrës, në unison të plot me njëra tjetrën për të mbuluar krimet, qoftë nga Berishopoulos, qoftë nga ky Ramovici, edhe jemi këtu ku jemi. Avokat, faleminderit shumë për bisedën dhe për gjuhën e drejtë për drejtë. Jam shumë i njohur si gjithmonë, edhe ke respektin po ta përcjell edhe të komentuesve, edhe mirënjohjen. Unë ju falenderit juve që më jepni mundësinë që të komunikoj me teleshikuesit tuaj dhe që të hapen syt dhe të shikojnë çfarë po bëhet. Të ngrihen dhe të protestojnë të zyrat e hipotekës të gjithë ata që u kanë bërë të ashtuquajtur mbi vendosje dhe të shqyen dyert e zyrave të hipotekës. Kush i shkoi mbi vendosje? Nga erdhi. Faleminderit. Faleminderit ju, avokat. Duroj i fundjavë të qetë dhe të këndshme. Edhe ju kërkoj ndjes për tonin, po ajo zonja që erdhi sot aty më ka nxjerr nga vetja, nuk e kam mbledhur vetëm 1-2 orë. Sinqerisht e paralizuar pa njeri fare, asnjë kujdes shëndetësor, asnjë ndihmë nga shteti, nuk di ku të vete, tha. Madje dosjen e saj më tha ja kam dhënë një avokate, e avokati nuk e di se të tha, kam paguar deri tani tha 10.000 euro, tha 8.000 euro tha, për të më lejuar të shes shtëpinë, nuk e shes dot tha sepse më thonë kam i vendosje ke me tjetër njeri. Presën tani që të vdes ajo zonja, edhe ta marrë ky që ka bërë me vendosjen. E kupto çfarë makabri tjetër janë këtu se më hape prapë këtë temë. Me i dopti është i destinuar të humbas. Fix. Kjo është. Prandaj kam dalë nga vetja sot edhe prapë ju kërkoj ndjes. Avokat, faleminderit, plotësisht e mirë kuptueshme, hallet e problemet të përditshme me cilat ndeshen qytetarët si këto në dyert e gjykatave për vite të tëra me radhë një pjesë pas vdekjes mund ta marrin vendimin, ashtu sikur janë bërë publike edhe shumë çështje. Faleminderit shumë. Gjithë mirat.